Policia franceze ka arrestuar një antar të dyshuar të bandës së Çekiçit të ekstremit të majt. Sipas Bild, shqiptari i identifikuar si Regjino kërkohej me urdhër arresti gjerman. I njohur edhe me novkën Gjino, ai dyshohet se në shkurt 2023, së bashku me ekstremistë të tjerë të majtës së ashtuquajturës, banda e Çekiçit, mes tyre dhe Maja T, 24 vjeç dhe Lina E, kanë sulmuar neonazistët në Budapest, duke i bllokosur ata rënd. Shqiptari ishte arrestuar edhe një herë në muajin nëntor për u lirua në pranverën e vitit 2025. Në atë kohë Franca kishte refuzuar ekstradimin e tij drejt Hungarisë, ndërkohë Maja po gjykohet aktualisht në Hungari si antare e bandës së Çekiçit. Në Gjermani, në qytetin Dresden, po zhvillohet aktualisht një proces gjyqësor kundër kreut të dyshuar të bandës së Çekiçit, Johan Gunterman, 32 vjeç, ndërkohë Lina është dënuar tashmë me disa vite burg. Avokati shqiptarit Regjino ka shprehur frikën se nëse klienti i tij transferohet në Gjermani, ai do të ekstradohet më pas në Hungari, ashtu siç ndodhi me Majën. Kjo e fundit u transferua në Hungari në verën e vitit 2024, por më pas gjykata kushtetuese federale e Gjermanisë e shpalli këtë veprim të palishëm.